Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij, Joan Pelushi, ka meshuar këtë të diel në Katedralen e Korçës, aty ku ka shërbyer si mitropolit për 27 vite me radhë. Të pranishëm në mesh kanë qenë jo vetëm besimtarët e shumtë ortodoks të juglindjes së vendit, por edhe hierarkia ortodokse e Shqipërisë. Kjo është mesha e parë në Katedralen e Korçës për frymëzimin të kryepeshkopit Joan, ndërsa gjatë fjalës së tij nuk ka fshehur emocionet kur ka falenderuar gjithë klerikët e juglindjes së vendit që kanë shërbyer me të. Në këtë ditë sotme, unë jam emocionuar. Kam shërbyer për 27 vjet. E dua të falenderoj të gjithë klerikët e diocezës Korçës për mbështetjen që më kanë dhënë. E të gjithë besimtarët, të cilët janë përpjekur për ta ndihmuar kishën. E ndarja nga i kohë kaq e gjatë nuk është e lehtë. Megjithatë, ne ndajemi përkohësisht, sepse gjithë si krishterë besojmë që një ditë do takohemi në qiell së bashku, kështu që ndarja është e përkohshme. Po dhe ndarja e përkohshme sjell një lloj trishtimi. Unë do lutem për këtë diocezë, sepse një pjesë e shpirtit tim, e jetës time është këtu. Dhe për një kohë të shkurtër, derisa të zgjidhet mitropoliti i ri, e mbuloj unë përgjegjësinë e kësaj dioceze. Dhe uroj që Perëndia na japi një njerëz të denjë në këtë diocezë për të vazhduar punën që filloi kryepeshkopi, vazhdoi me mua e do vazhdoj me tjetrin me radhë. Mitropolia e Korçës deri në zgjidhjen e mitropolitit të ri do të jetë në mbikëqyrjen e fort lumturisë Joan Pelushi.